Shumë e ftohtë atje kur kesh tash para disa ditë, po mirë, kalu mirë atje, ama se kalu mirë. Siç ne kemi fituar këtë gjyq, fare një kontributit jashtëzakonshëm që keni dhënë dhe ju si organizat, me gjitha të aktivitetet që keni bërë në Prishtinë, në Shqipëri, në Shkup, në Hag, etj. Këto familje që ka organizata veteranët luftës, ka vendosur që ty të ndalë një dekorat nga organizata veteranët luftës si prefekt i Tiranës për mbështetjen pa gjallshme dhe i vlera të Shtrisë të Kosovës dhe ndaj kontributit tonë që ka për neve gjitha etapat. Kështu që unë kam deri dhe kënaqësinë në emër gjithë veteranëve të Shtrisë të Kosovës dhe në emër të dy nënkryetarëve të Kosovës të ndaj dekoratën ty si prefekt i Tiranës. Urive. Urive njerë. Faleminderit. Të nderuar kryetar Guzati, të nderuar miq të organizatës Ikon të luftës shqiptare të Kosovës, të nderuar përfaqësues medias, jam shumë i lumtur dhe njëkohësisht shumë i gëzuar dhe obliguar për këtë çmim që më jep kjo organizatë, çmimi i cili shkon për gjithë popullin e kryeqytetit, sepse Tirana nuk është thjesht kryeqyteti i Shqipërisë, por është kryeqyteti i gjithë shqiptarisë. Tirana ka qenë krah Kosovës, qysh në momentet e fillimit të rezistencës hapur me armë dorë të UÇK-s. Tirana ashtu si kundër territoret e tjera të Shqipërisë, të Kukësit, të Shkupit, është bërë në mikpritja më e madhe e njerëzve që u shpërngulën nga genocidi serb. Dhe më pastaj Tirana është qyteti që ka dëshmorët e vet në Kosovë. Dhe për këtë arsye ndihem thellësisht i lumtur që ky dekorim shkonte për dëshmorët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë që ka rënë në luftën shërimtare në Kosovë dhe në Maqedoni. Përfitoj nga rasti të bëj një thirrje njerëzore për gjithë politikën në Kosovë që të kthejë vëmendjen tek veteranët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ata janë krenaria jonë. Një pjesë e madhe e tyre kanë humbur fëmijët, kanë humbur vëllezërit në luftë. Një pjesë e madhe e tyre janë të smur. Kanë nevojë për mjekim, kanë nevojë për kurim. Është obligimi i çdo qeverie që herojtë e vet, dëshmorët e vet, që kanë siguruar këtë liri që kemi sot, ti mbështesi me të mira materiale. E dyta, ne kemi 4 burra drejtues lart të ushtrisë shqiptare të Kosovës në burg, 6 vjet. Tashmë është qartësuar për gjithë opinionin publik shqiptar, por edhe ndërkombëtar, qoftë ky europian, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, kudo në botë. Njerëz që duan të marrin vesh të vërtetën, që presidenti Hashim Thaçi dhe 3 shokët e tij janë pjesë e një kombinacioni të ndyrë, që s'ka asnjë element të drejtësisë europiane, që s'ka prova bindse për të vërtetuar asnjë nga akuzat e rënda që ka ngritur prokuroria speciale. Ne treguam, ato 4 burra treguan që ne jemi shqiptarë që ngrejmë me duart tona një mekanizëm ligjor për t'u hetuar. Dhe na kanë kriju mundësinë, na kanë ngorë krenar, që falë qëndresës tyre stoike, i kanë treguar gjithë botës, që për ato akuza që ato akuzohen, nuk ka asnjë provë. I gjithë aktiviteti i organizatës veteranëve
i shoqatave patriotike dhe kulturore këtu në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, në Preshevë, në Malzi, nuk ka pushuar me mitingjet që janë bërë në për gjithë qytetet tona kryesore. Ne shpresojmë këtë drejtësia e tyre. E pret një kohë mbi tërë. Nuk e pret vetëm Kosova, po e pret Shqipëria, Maqedonia, shqiptarët që janë në Europë, shqiptarët që janë në Amerikë. 10 milion shqiptarë presin drejtësi për shlirimtarët. Kur nuk mund të ndodhi të barazohet viktima me agresorët. Dëshmitarët që paraqiten, 4 udhëheqësit të luftës shlirimtarët të Kosovës, ishin dëshmitar potencial. Duke filluar me ish zyrtarët më të lartë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zyrtarët të agjensive ligjzbatuese dhe politikan me integritet të padiskutueshëm, të cilët i treguan gjyqtarëve dhe prokurorëve që këto 4 burra mahen padrejtisht burr. Kështu që duke shpresuar në pafajësinë e tyre, duke e pranuar këtë devarat që marrë nga kjo shoqat me përulje, jam krejtësisht i sigurt në pafajësinë e tyre dhe shpresoj që shumë shpejt të çlirohemi nga ky makt i madh dhe njerëzit që janë hap, presidenti Thaçi dhe 3 zyrtarët e tjerë të lartë të UÇK-s të fitojnë lirinë në mënyrë dinjitoze dhe të kthehen pranë familjeve të tyre, pranë vendit të tyre për të dhënë kontributet e tyre në zhvillimin e Kosovës, në integrimin e Kosovës, në integrimin e kombit shqiptar, pjesë e familjes së madhe euroatlantike. Shumë faleminderit kryetar. Faleminderit mas për media që keni gjithë kohë dhe vini çdo moment jeni me neve dhe vini sëri i throsur. Unë sot kam kënaqësinë dhe nderin që pres në zyrën time Shkëlqim Hajdarin, është kryetari i prefekturës së Tiranës, një njeri që ka bagazh shumë kombëtar, kur them ato kam argumente të mia edhe të tina edhe të shokëve të tij që më kanë treguar. Shkëlqimi është një që na ka ndihmuar shumë edhe në protestat e fundit, po në të kalumen, gjatë periudhave të ndryshme të kohës, po sidomos në periudhën e ushtrisë të Kosovës. Ne sot që dham këtë dekorat Shkëlqimit, ky e cek edhe vet, ne e dham për hir të asoj punës vllazërore që kanë bërë gjatë luftës, Kuksi, Tirana, Shkupi dhe të tjera qytete Shqipëri, ne kemi përzgjedhur ta ndajrojmë Shkëlqim Hajdarin me një dekorat e cila do të jetë kujtim çdo për tërë jetën. Kjo dekorat nuk është që Shkëlqimin e ngrit apo e ul. Kjo dekorat që ndosh Shkëlqimin nuk është që e bën më të madh Shkëlqimin apo vlerat e tij. Ky ka bërë vlerat veta. Ka vlerat veta që ka bërë gjatë kohës periudha të ndryshme. Kështu që unë ne përgëzoj Shkëlqimin që ka gjithë kohë më ardh kryetarin bashkësh me ekipin e vet dhe me kryetarin Agimi që janë këtu, na kanë vizituar sot, kanë gjithë kohë më ardh tek ne, ku ne jemi minjës për këtë punë dhe veprat e tyre bashkë që kanë bërë për kombin dhe për vendin, po sidomos për periudhën e luftës të ushtrisë të Kosovës. Ne këtu ditën në Tropoje kemi sofra e Tropojes, e cila do të mbahet pikërisht do të dedikohet 4 burra në Hagë. Është 3 ditë sofra e Tropojes ku pjesë e saj do të jemë shoqatë do lënë nga lufta sa emblema e ushtrisë të Kosovës ato, duke falendëruar Zgan Haglin që është organizatori i sofra e Tropojes, ku do të ndodhë një çmim i madh ato për kerreret e ushtrisë të Kosovës, të cilët gjenden në Hagë, do të mbahet në Tropoj dhe nota finale nëse gaboj do të jetë në Kuks. Kështu që ne do të jemi ato në Tropoj bashkërisht me këta shokë, që unë i përgëzoj për punën që ka bërë Shkëlqimi dhe gjithë ekipi i tij që kanë punuar këtë drejtim, edhe që kanë bërë një nder të madh, i kanë respektuar vëllezërit e vet apo shokët e vet të cilët ndihnin padrejtisht në Hagë. Edhe kryetari tha Shkëlqimi që nuk ka bazë materiale dënohen ata burra. 10 milion shqiptar, unë jam i bindur që Evropa nuk dëshiron të ketë trazira në Ballkan, sidomos në këto vende, nëse dënohen. Dhe dhosh Zoti mos dënohen. Dhe nuk e besoj ato forën që do të dënohen ata, po nuk e besoj si vetë evropianët apo ndërkombëtarët kanë dëshirë të kenë destabilizim në vendit. Se nëse drejtësia evropiane gabon dhe dënon pafajësisht ata njerëz duke ditur se ne jemi kriminal. Ne kemi bërë krime, këtu krime ka bërë ushtria, policia dhe paramilitarët serb mbi 460 masakra, 13.500 qytetarë të vrarë, 1.324 fëmijë të vrarë, prej moshës 7 ditë deri në moshën 15 vjeçare.
do të thotë tër dihet kush agresori, dihet kush është xhelati. Ne s'kemi qenë xhelati, ne s'kemi bo, se kemi spastru Kosovën nga asnjë qytetar. Çdo qytetar në Kosovë kanë të drejtë të jetojnë, punojnë, veprojnë këtu. Ata të cilët nuk i kanë durt me xhak. Ata të cilët i kanë durt me xhak, të ecin mbi Kosovë se i pret gjyqi. I presin gjykatat tona. Po ata të cilët nuk i kanë durt me xhak, kanë të drejtë të jetojnë, punojnë në Kosovë. Ata të cilët janë durt me xhak dhe mbrojla të shohin vendin se duhet mu përgjigj para drejtësisë, nëse ka drejtësi në Kosovë duhet të merren gjithë ata kriminal dënohen pa drejtësi. Kështu që familjet për juve, respekt pa fund kryetar gjithë juve, jeni të hapur për pyetje pavarësisht çfarë keni. Përmendet që nëse dënohen ka me pas destabilizim të vendit. A mos qëllon pak për çfarë është fjala saktësisht? Po është fjallë se nëse dënohen pafajësisht, shqiptarët dinë bojnë edhe paqen, po dinë bojnë atë razira të ndryshme, se shqiptarët janë ndonë 5 pjesë Ballkanit, 5 shtetet Ballkanit. Dhe këto është rreziki i madh, se shqiptarët pse me vujt gjithmonë më dënuan padrejtisht gjithmonë. Duhet të jetojmë një herë për gjithmonë padrejtisht stop. Se ne nuk jemi duke jetuar në tokën ndardone, në tokën tonë, ne s'kemi shku çipçi si kanë thonë blesh me para. Ne jemi në tokën tonë. Po po thonë ka pas protesta. Mund të jetë protesta, mund të jetë demonstrata, po si më shkurt vendi mund të destabilizohet vendet e Ballkanit. Mund të destabilizohen. Kjo është frika, jo që na bëjmë kërcënim. Mos e moni to tash mund ta kap dikush për fjalë, mund ta moni si kërcënim. Ne s'po kërcënojmë. Po ne bëllëm që mund të jetë protesta, mund të jetë demonstrata, dhe kjo nuk është e mirë as për ndërkombëtar as për kërkon.